pse ndodh kjo gjë? Dhe unë do analizoj pikrisht pse ndodh nga ana ligjore tani, jo politike. Pse? Sepse dikush do më thot, jo, ti e qeni Saliut, jo, unë nuk e pranoj, po unë në ana ligjore do t'ju analizoj pse SPAK-u punon kështu. Sepse pikrisht në 2017 filloi që SPAK-u u ofrua dhe u vendos në shërbimin e Edi Ramës. E mbani ju mend nderuar se si u emërua zonja Arta Marku kryeprokurore e përgjithshme në 2017 me 69 vota në shkelje të kushtetutës, ku në nenin 179 të sajt, paragrafi 13 e thot që kryeprokurori i përgjithshëm do bëhet votimi nga antarët e kuvendit me 2/3, që nënkupton 2/3 nga përbërja e parlamentit me 140 deputet. Sa duhet të kishin votuar Arta Markun? 94, po janë 2/3. Pra, 94 deputet duhet të kishin votuar emërimin e zonjës Arta Marku, e cila do të krijonte me ligjin e 2017 dhe në emërimin e parë pas reformës në drejtësi, antarët e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, që do të emëronin antarët e SPAK-ut në të ardhmen. Dhe do të bënte verifikimin, filtrimin dhe të gjitha këto. Po të mbetemi te njerëzit e Edi Ramës. Po prit, sepse dëgjoj, ne tham sekretin, pra është A4. Dhe po të përmbajtjen e A4-s, po them se si nisi kontrolli asaj që themi që vendos aty si lëlaps në ai dhe shikon me mënyrë sekrete se si ja ka vendos Rama emrat, e kupton? Rama vendos edhe emrat publik, s'ka nevojë të kështu. E peça ndodhi rasti një biznesmeni. Kështu fillon SPAK-u, ngadalë, po përtej, pra tek godina e kryeministrisë edhe jashtë, saj brenda, po jo tek kupola, e kupton? Dhe duke qenë në këtë kushte, çfarë ju them? Që kryeprokurori u nisi gjitha kjo skem, që kur kryeprokurori ishte i kontrollueshëm, që nuk u votua ashtu, formulimi dhe formimi i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, që pastaj vim te SPAK-u dhe pastaj vim te institucionet e tjera, na kuptojnë që receta për t'u larguar këto individ është e qartë, që ata kanë ikur për shkak se kanë kuptuar me vonesë që Rama i ka kapur të gjitha dhe i ka përdorur edhe ata dhe i ka vendosur dhe ata në presion. Pse? Sepse ata fillimisht thoshin japëm gropën tjetër, po, rat vetë. Pra, e kupton? Pra, kjo është gjithë situata. Edhe vetë SPAK-u i ka hap vetë gropës vetes, por nuk e kuptojnë, pra daj themine në fund fare, Zoti do zbresi edhe do të bëj atë transparencën e duhur, zbardhjen e së vërtetës. Sepse gropën mund t'ja hapësh tjetrit, ai të bie brenda, ti normalisht qesh, bën çfarë të dojë shpirti, por një ditë bie edhe vetë. Kështu ishte edhe puna edhe Hitlerit, ai e dinte të vërtetën dhe në fund fare mori vendimarrjen. Avokat, të rikthehemi edhe një herë pyetjes që bëra pak më parë, çfarë po i tremb njerëzit e afërt të Edi Ramës që po largohen një nga një, a kanë frikë ata se mos përfundojnë ashtu si rasti Arben Ahmetajt apo edhe i Erion Veliajt, për të cilët Rama thotë se këta persona janë ata që han kumbulla, fiq dhe dardha pas shpinës së tij? E vërteta është që ata po kuptojnë të vërtetën e hidhur që kanë qenë shërbëtor të verbër ndaj një shërbimi të cilët ka një pasojë. Pasoja do jetë e rëndë sepse kanë heshtur ndaj padrejtësive të cilët kanë ardhur ndaj institucioneve apo personave të cilët kanë bashkëpunuar në të shkuarën, kanë pasur avantazhe të ndryshme dhe në fund fare kanë parë se si njerëzit të cilët kanë punuar me Ramën kanë përfunduar. Ka ardhur momenti që ata të kuptojnë në distancë apo afër kryeministrit që në çdo moment kur Zoti Rama do të ndihet i kërcënuar nga një moment i cili nuk është edhe i paralajmëruar, Zoti Rama do të marrë masat dhe do të veprojë menjëherë. Pse? Sepse
përgjegjësia është individuale dhe s'ka pse të përfshihet Partia Socialiste në një hall personal, ndërkohë ata kanë punuar në emër dhe për porosit Partisë Socialiste, sepse zoti Rama nuk është aty si një individ vet, po ka qenë sepse është i emëruar nga Partia Socialiste si kryeministër dhe si një ndër personat të cilët do drejtojë dhe partinë dhe Këshillin e Ministrave, dhe sepse ka besimin e qytetarëve në 11 maj. Në aq qytetarë sa kanë votuar ashtu siç duhet. Një pjesë e mirë nuk kanë votuar, thjesht janë bërë zgjedhje të manipuluara. Por ajo që unë them është që fjalia e zotit Rama ishte një fjali që duhet ishte marrë parasysh nga këta individë të cilë janë larguar, edhe për ata të cilët do të largohen, por ajo që mua më çudit është personat të cilët afrohen të zoti Rama, janë të vetëdijshëm që do përfundojnë si zoti Ahmetaj, janë të vetëdijshëm që do përfundojnë si zoti Tahiri, janë të vetëdijshëm që do përfundojnë si zoti Veliaj, janë të vetëdijshëm që do të përfundojnë si të tjerë personat të cilët zoti Rama i kishte dhe i mbronte vazhdimisht, si rasti zotit Ilir Beqaj. Pra, duke që në këto kushte dhe duke parë gjithë këto rrethana, njerëz të cilët janë sot me zotin Rama në të ardhmen do të jetë 100% që do të ndiqen penalisht, dhe nuk është se do ndiqen penalisht për shkak se vetëm zoti Rama i bën që të ndiqen penalisht, po jo, janë udhëzimet e zotit Rama që ka dhënë ndaj atyre, të cilët kur bënë një veprim nga udhëzimi i zotit Rama, bënin vepra penale. Po prandaj ti duhet të pranosh një fakt konkret, që ti kur shikon që person që të ka udhëzuar të bësh një veprim dhe bie që ai veprim që ti ke bërë mund të përbëjë vepër penale, ti ndalon automatikisht veprimin dhe nuk bën një mëkat tjetër shtesë për veten tënde. Në rast se ti vazhdon, atëherë i bie që ti bën qartësi një bashkëpunim në një vepër penale. Zotë Zhlima, a mendoni se do t'jetë Belinda Balluku ai peshku i madh që mund të godas SPAK-u sapo të zgjidhet edhe kreu i ri i këtij institucioni, gjë e cila ka lënë të kuptohet deri diku pak më kohë më parë, teksa ajo u thirr në SPAK dhe kërkoi të zgjidhte avokatin e saj. Në këtë rast, a kemi të bëjmë një goditje që mund të vijë nga SPAK-u kundrejt Ballukut, apo Balluku është ende e fuqishme, po themi, dhe ja ka futur këpucët në një këmbë, më falni, këmbët në një këpucë e Edi Ramës? Atëre, pyetja është shumë e mirë dhe unë dua t'ju them juve që ne këtu tek portali juaj vazhdimisht unë kam thënë që zonja Balluku në rast se nuk studion mirë terrenin do përfundojë si zoti Veliaj. Aha, që është tani, vazhdojmë më poshtë. Që do të thotë, situata për te është e komplikuar. E deklaroi vetë zoti Dumani. Dhe tha zoti Dumani diçka që është sekret dhe ju akoma nuk e kuptoni. Ju lutem qeshni dhe thjesht më dëgjoni. Që do të thotë, zoti Dumani deklaroi diçka në komisionin e ligjeve. Tha, kemi kapur, thot. 1. Drejtorin ARSH-s, ish drejtor, në burg. Drejtorin para këtij që ishte në burg, edhe ky në burg. Se kishte emrin ky fundi, se janë kaq shumë burgaxhi se i gatrojmë. Ky drejtori i fundit që është në burg, Berberi. Po. Ky që është në burg tani. Thot kemi në hetim edhe këtë tjetrin të ARSH-s. As ja dim mbi emrin kush është, po gjithsesi ky tjetri. Por, kujdes tani, të gjithë këta drejtorët janë 3. Kemi 3D. Kush do ta kuptojsh 3D-ja? Thjesht tani qeshni, mos thjesht si puna e Veliaj. Ma që thoshim ne nga janari 2025 në maksimumin dhjetor 2025, Veliaj nuk e shikoj mirë se do ketë ndaj mas sigurie. Të gjithë qeshni, çfarë thot ky, çfarë thot. Kush thot Veliaj? S'ka gjë, në burgun e Durrësit më duket, s'ka gjë. Dhe në rastin konkret 3D-ja te Balluku. Dhe dikush do më thotë, është fort, jam dakord me ty. Po më zotëri, edhe unë të kisha pushtet, kisha pistoleta dhe brezë, kështu i fort do isha. Ç'a mendoni ju? Forca nuk duket kur ke pushtet, sepse bëhet arbitraritet.